element shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me shëndetin publik, edhe që i referohet drejt skemës së ilaçeve të rimbursueshme apo sistemit të rimbursimit të ilaçeve kryesisht për të moshuarit. Natyrisht, gjetjet e kontrollit të lartë shtetit janë të rëndësishme, sa i takon FSDKSH-s, një institucion që unë mendoj i ka ardhur koha të shëmbet dhe të ndërtohet nga e para. Gjetja e kontrollit të lartë shtetit që gjatë vitit të audituar për i tyre janë paguar ilaçe të rimbursueshme për njerëz të vdekur është një element shumë i rëndësishëm që sjell vëmendje që skema është korruptuar. Gjetja e kontrollit të lartë shtetit të një lidhjeje në këtë skemë midis mjekëve, duke përdorur pacientët, recetave të tyre, farmacive, depove farmaceutike, për brende të caktuara të ilaçeve, natyrisht që është një gjetje shumë e rëndësishme që sjell vëmendje pikërisht faktin që skema është korruptuar, duke bërë të pavlerë politikën e rimbursimit të ilaçeve të rimbursueshme. Tani ka ardhur momenti që kjo politikë të ndryshojë. Dhe të ndryshojë në mënyrë thelbësore me qëllim që vërtet njerëzit që janë nevojë të marrin ilaçe të rimbursuara 100%, dhe natyrisht ata që korruptojnë skemën mos jenë më pjesë e saj. Fjala bie. Në Komisionin e Ekonomisë solla një shembull të një depoje pronarit të një depoje farmaceutike që hyn në burg dhe sa herë del nga burgu shton biznesin e tij. Operon përsëri në të njëjtin sektor, brenda skemës së ilaçeve të rimbursueshme. 2 ditë më përpara i njëjti person u vunën e tim, u arrestuan një mal me njerëz nga FSDKSH-ja ose u vunë në masa sigurimit një mal me njerëz nga FSDKSH-ja, po edhe nga biznesi privat, por kësaj radhe me ndryshim të vogël. U arrestua administratori. Në fakt parati merr pronari. Tani mos ka ardhur koha që ndryshimi i kësaj skeme shoqërohet edhe me faktin apo me masën e përjashtimit nga kjo strukturë të këtyre kompanive që korruptojnë skemën dhe marrin paratë atyre që janë vërtet realisht njerëz që duhet përfitojnë nga politika jonë e rimbursimit 100% barnave të domosdoshme për ta. Elementi i dytë po prap këtu lidhet me kontratat publike të partneritetit publik-privat. Janë në limitet të tyre, janë duke përfunduar dhe natyrisht ajo që sjell në evidencë, gjetjet që sjell në evidencë kontrolli i lartë i shtetit duhet të vlejnë për vendimarrjen e autoriteteve ekzekutive pikërisht për fundin e këtyre kontratave. Ajo që ne na ka interesuar vazhdimisht ka qenë shërbimi dhe ndërtimi i infrastruktura domosdoshme që në fund kontratës duhet të shkonin apo duhet i shkojnë infrastrukturave publike të shërbimit që kryhet sot nga privati në përmes kontratave partneritetit publik-privat. Tani, është një koncesion që me thënë drejtën apo një partneritet publik-privat vjen në evidencë nga kontrolli i lartë i shtetit vit për vit. Ai hemodializës që ka brenda saj edhe një trajektore, jo gjaku, po parash që shkojnë nga një dorë në një dorë tjetër, si transferim aksionesh në fund fare, pagesa gjithmonë për shërbim të papaguar nga ana e buxhetit të shtetit. Ajo që kam kërkuar është që kontrolli i lartë i shtetit të auditojë plotësisht kontratat e partneritetit publik-privat në sektorin e shëndetësisë, të cilët janë në limitet e afateve të tyre me qëllim që ndihmojë vendimarrësit për të marrë një vendim të qartë për vijimin ose jo të atyre kontratave dhe për vijimin e shërbimit publik që sot ofrohet nga privati. Në krahun tjetër